Mirëmbrëma të gjithëve. Mirë se u gjeta, faleminderit që na pritët. Qytetar Durrësit, një radh parë ju si jeni? Mirë. Unë mendoj që ju jeni të fortë. Në vit 13 opozitës ju jeni të fortë, që vazhdoni mbani këtë ritëm, vazhdoni mbani këtë forcë, vazhdoni mbani këtë krenari për të qenë kjo Parti Demokratike këtu. Se po tjetë për mirë, në mandatin e 4 që zhvatet Edi Rama dhe dim fare mirë se si e zhvatet, se na thot OSB Odiri me garë pa barabartë, me një garë e cila u bë nga një parti shtet, gjithë ju keni pas një parti shtet përballë. Nga i pari tek i fundit. Edhe ata që na dëgjojnë e janë jashtë saj salle, këtë gjë e din, tashmë e din të gjithë. Në një vit ku neve vejmë re se si me një trënd lapsit, Belinda Balluku merr ka 50 milion euro për një tunel, e në fund fare ditës nuk e dim se kishte pikpyetje aty, a është dhe i sigurt për t'u kalu apo jo, se s'dihet a ka hekur mjaftueshëm apo jo. Si mund t'jemi ne mirë para këtyre situatave? Duhet ta themi të vërtetën, jo, nuk kemi mirë. Ne kemi nevojë absolutisht këtë regjim ta hedhim një orë më parë. Sa më shumë në këtë regjim e lëm aty, aq më shumë ky na kalb ne dhe heq të ardhmen e fëmijëve tan. Se shumë prej nesh mund thonë, na hoqi të ardhmen ton. Po do mendojmë dhe për fëmijët tan, do mendojmë për nipërit tan, mendojmë për të ardhmen. Pse? Kush e dallon djathën nga e majta? E djatha vendos Shqipërinë përpara partisë. E majta vendos partinë për zhvatur Shqipërinë. Kjo është diferenca jonë. Dhe ne mendojmë që mund të bëjmë më të mirën e mundshme përmes Partisë Demokratike. Tashmë ju e keni kuptuar shumë mirë, folët qartë, unë problematikat e Durrësit më mirë se ju nuk i di. Kështu që e kuptu të qartë që kjo është një frym për të bashku çdo lloj përpjekje, çdo lloj ideje, çdo lloj personi, qoftë strukturë, qoftë votues, qoftë simpatizant, brenda apo jashtë Shqipërisë, që të gjithë bashkë të mbledhin këto ide, të bëjnë më të mirën e mundshme, të rrahin bashkë për të krijuar një parti demokratike sa më të fortë. Për t'i çuar ne, unë antar i Këshillit Kombëtar jam dhe unë kam detyrë që t'i rradh aty si shof dhe në sallë disa antar të tjerë të Këshillit Kombëtar. Për t'i diskutuar, për të bërë më mirën e mundshme, për të kuptuar dhe brenda strukturave si mund të përmirësohemi, si mund ta tejçojmë mesazhin më mirë jashtë strukturave, sepse të jemi të qartë. Duhet flasim dhe me votuesin. Dhe votuesi flet drejt, votuesi flet me shpirt, votuesi flet me zemër. Dhe po s'ju drejtuam neve atyre me shpirt e me zemër, vështirë që ato na besojnë neve. E kanë të vështirë dhe ata, ju e dini, jetoni me ta. Dhe duhet kuptojmë një diçka, që këtu nuk kemi vetëm korrupsion financiar nga qeveria e Edi Ramës. Këtu ka dhe një korrupsion të rënd moral. Dhe ky korrupsion i rënd moral nuk mund të transmetohet tek të tjerë, nuk mund të transmetohet tek ne. Ne me bindje që kemi si forcë djallë, si forcë konservatore, moralin e kemi të parin. Dhe me këtë moral këtu, hajde bashkojmë idet tuaja, unë kam marrë t'ju dëgjoj kryesisht, bashkojmë idet tona, i rrafi mendojmë, nuk ka mendimet gabume, nuk ka bisedimet gabume, gjitha neve duhet të dëgjojmë, brenda Partisë Demokratike është parti e lirë, t'i flasim dhe t'i rrahim këto mendime. Faleminderit juve.